si arritën që krahas falsifikatorëve të ndryshëm, pra që ishin edhe vetë magjistarët, afër tyre të kenë edhe kategori të njerëzve, të kenë pra elita, të kenë pari, të cilët flasin në gjuhën e pushtetarëve. Ata pra janë që marrin disa privilegje nga pushtetarët, mirë po përballë atyre privilegjeve, ata japin një shërbim shumë më të madh, shumë më të sofistikuar për ta mbajtur në pushtet atë zullumçar, për shembull atë njeri të padrejt, atë pushtet jo efektiv për masën dhe shoqërinë, duke u munduar që ata të shpalosin para të tjerëve arsyeshmërinë e ekzistimit të këtij mbreti, të këtij pushtetari, të këtij udhëheqësi dhe pa arsyeshmërinë e njerëzve nëse ata reagojnë, nëse ata kanë ndonjë pakënaqësi, nëse ata shprehin ndonjë gjë të cilën mund të jetë si lloj revolte ose si lloj pakënaqësie me të arriturat ose rezultatet që mund të gjenden në atë vend. Andaj, kjo paria që flasin këta mund të jenë njerëz të dijshëm dhe jo mund të jenë, por këta duhet të jenë nga njerëzit e dijshëm, këta duhet të jenë mundësisht edhe të respektuar në shoqëri, këta duhet të jenë prej kategorive që jo vetëm flasin dhe kanë oratori, por dinë të flasin me argument dhe dinë të jenë bindës në atë që ata paraqesin. Madje, ata do të mundohen që të përdorin argumentin e bisedës dhe të folurit si argument shumë të fuqishëm edhe jo vetëm për të lavdru udhëheqësin, po mbi gjitha për të fajsu ata që në tentativë janë për ta prekur organizimin ose rrjetin e sundimit të atij vendi, që në të kaluarën kjo kategori ishin profetët e Allahut, ishin pejgamberët. Jo që profetët ishin ata që kanë synu të arrijnë tek pushteti, që të marrin karrigen, jo që ata kanë bërë një opozitarizëm për të treguar anën më të mirë ose medaljen më të mirës përballë popullit, sepse nuk kanë qenë sistemet e zgjedhjeve atëherë sikur sot, por këta oponent kanë qenë ata që kanë ofru ofertën më të mirë, e cila ofertë pra përveç që ka reflektu, ka tregu drejtësinë absolute, e cila mungon në mesin e njerëzve, ata të njëjtën kohë kanë bërë thirrje për atë që është esenciale të bëhet thirrje, që njerëzve t'ju bëhet të qartë se nuk keni ardhur për të jetuar në këtë botë dhe për të vdekur, por keni ardhur për të jetuar në këtë botë dhe për të jetuar pas vdekjes. Që i bie pra që do të ringjalleni. Do të jetoni pas vdekjes jo vetëm një jetë pra pasive, por do të jetoni një jetë e cila është larg monotonive, është larg përsëritjes, është larg kokdhimbjes, është larg sëmundjeve, është larg të këqijave, është larg padrejtësive e tjera.